Ndërsa kanë mbetur edhe 12 ditë kohë për formimin e qeverisë së re nga lëvizja vetëvendosje, partia që doli e para në zgjedhjet e nënshkurtit, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti deklaroi se ende nuk ka nisur negociatat me ndonjë nga partitë politike. Ai theksoi se po bëj një plan për nisjen e një procesi të tillë gjatë ditëve në vijim. Po e bëjmë një plan edhe për këtë gjë, i kemi më shumë se 10 ditë. Ndërkohë, partia e Fatmir Limajt, nisma socialdemokrate, bëri me dije se do t'i përgjigjet pozitivisht çdo ftesë të lëvizjes vetëvendosje për të diskutuar për formimin e qeverisë së re. Deputetja Xhevahire Izmaku tha për Kosova Press se partia e saj ka një përgjegjësi politike dhe nuk ka asnjë arsye për të mos ulur në tryezën e diskutimit me partinë e Kurtit. Ajo theksoi se nëse formimi i qeverisë së re varet vetëm nga 3 votat e nismës socialdemokrate, atëherë në raport me krijimin e institucioneve të reja, nga ana e partisë së saj nuk do të ketë kushte. Megjithatë, Izmaku nënvizoi nevojën që të sqarohet pozicioni i kryetarit të kuvendit Dimal Basha, pasi sipas saj, legislativi nuk duhet të funksionojë me një figurë e cila ka krijuar përçarje. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti u mandatuar për kryeministër nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani më 11 tetor. Kurti tha të hënën se gjatë kësaj jave do të nisë bisedimet për formimin e qeverisë së re.